Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një burr 54 vjeç dhe ndërtoj shtëpinë nga guri. Këtë zanat e kam që shumë kohë. Është punë e rëndë, por me këtë punë unë haj bukë dhe mbaj familjen, por kjo punë me ka dërguar edhe në shumë vendet e tjera larg Shqipërisë. Vitin e kaluar kam gjetur një punë të madhe në Greqi. Një biznesmen grek shumë i pasur donte të ndërtonte një shtëpi të madhe guri në një fshat turistik, jo shumë larg qytetit ku ai banonte vet. Puna do të zgjaste rreth 5 muaj. E me qenë se unë isha mjeshtri kryesor dhe kisha nevojë të isha pranë shtëpisë ku po ndërtonim nga mëngjesi në darkë, pronari më tha të flija në një dhomë në katin e parë të vilës së tij. Vilën e kishte shumë afër vendit ku po ndërtonim. Ai vet kishte gjithçka. Kishte një vilë luksoze, makina të shtrenjta dhe një jetë që rrotullohej vetëm rreth paras. Por kishte edhe një grua, e cila ishte 38 vjeçe. Ajo ishte një grua e bukur, e mbajtur shumë, por një grua e trishtuar. Që në ditët e para e kuptova se si funksiononte ajo shtëpi. Pronari, gruan e vet, e trajtonte një lloj siç trajtonte punëtoret apo shërbëtorët që kishte. Ai vetëm vinte dhe jepte urdhëra. I fliste shumë keq, e nuk e dëgjonte asnjëherë kur ajo fliste, e nuk e pyeste asnjëherë se nëse kishte nevojë për diçka. Për pronarin, gruaja ishte thjesht një njeri që i hekoroste rrobat, i gatuante nganjëherë dhe priste mesht. Ndërsa ai dilte në mëngjes me makinën e tij të shtrenjtë dhe kthehej shumë vonë në darkë, e pothuajse ndronte makinat çdo ditë. Unë punoja gjithë ditën me gurët. Punën e kisha shumë të lodhshme, por edhe kërkonte përqendrim, sepse ai ishte tepi vështirë dhe s'mund ta lejoja veten në asnjë mënyrë që të bëja ndonjë punë gabim. Rreth mesditës, gruaja pronarit dilte gjithmonë nga shtëpia e më sillte diçka të ftohtë për të pirë. E aty pak nga pak filluam të flisnim me të her pas here. Ajo e gjora kishte nevojë të fliste me dikë. E duke mos ditur se për çfarë të fliste me mua, me pyeste për zanatin e murit. Pastaj unë i tregoja. E flisja i tregoja dhe për familjen që kisha lënë larg dhe për çdo gjë që bëja aty. I flisja me fjalë të thjeshta, pa zgjatur shumë e pa filozofuar, sepse edhe doja të hiqja pak mërzinë, por në të njëjtën kohë më duhej që të kisha mendjen tek puna. Por ditë pas dite filluam të flisnim gjithçka. Ajo që theu çdo kufi në atë shtëpi ndodhi në një ditë ose më saktësisht në mbrëmje, kur pronari grek u kthyen nga puna rreth orës 8 dhe nuk ishte vetëm. Ai atë natë kishte sjell me vete një grua të re. Nuk ja mësova moshën, por dukej rreth të 30-ave. Ama e pash, ishte shumë e lyer dhe kishte rroba shumë të shtrenjta. Sa po hapi derën e makinës, unë dëgjua parfemi i saj. Ndërsa pronari e thiri gruan e tij, e po ashtu, unë që po pushoja në dhomën time me derën hapur, e dëgjova të gjithë bisedën. Kjo i tha është shoqja ime nga zyra.
E kam si motër, ti se nje, por mua me ka ndihmuar shumë, e sidomos sot, i ka rënë të lodhet mjaft shumë pas meje. Shtroj një darkë për të trene, dhe thire edhe atë mjeshtin shqiptar të haj me ne, e të mos rri aty vetëm tek dhoma ati, i tha pronari gruas e vet. Unë dola në salon, e ulëm të katërt në atë tavolinë të madhe. Gruaja ati ishte gjatë gjithë kohës në këmbë, duke shërbyer pjatat një nga një, e pronari, pasi hapi dy shishe, filloi të qeshte më të madhe me atë vajzën e re. Asaj i fliste gjithë kohën, qeshte, ja hidhte dorën në qafë dhe dukej që ja kishte kaluar bukur me te. Ata flisnin për udhëtime, për blerje dhe për gjëra që linin gruan e tij plotësisht as bisede, sepse ajo s'kishte çfarë të ndërhynte, pasi bisedat e tyre shiheshin që ishin mjaft private. Me e keqja ishte se pronari asaj vajzës i jep të gjithëve mendjen, i mbushte gotën e her pas here e mbushte edhe me komplimente. Në anën tjetër gruaja ati rinte në heshtje. I bënte të gjitha punët rreth tavolinës, tamam si të ishte shërbetore, e unë nuk flisja fare. E shihja që asa i dridheshin duart kur mblidhte pjatat. Ajo e dinte shumë mirë se kush ishte ajo vajzë, sepse nuk kishte nevojë t'ia thoshte njëri. Pronari gruan e kishte të zgjuar e ajo e kuptonte që ai kishte sjellë të dashurën. Ishte poshtërimi më i madh që një burr mund t'ia bënte gruas së tij në shtëpinë e vet. E ndërsa të nesërmen në mëngjes, pronari iku prap. Unë isha duke përfunduar murin e shtëpisë së re, duke bërë edhe matjet e radhës me metër, kur ajo erdhi dhe ul në një gur aty afër meje. Duke e dërmuar. E pash se si me shikoje mbrëm, me tha ajo. E pash, i thash. Po atë tha, a e pesh çfarë bëri? Kush, i thash? Burrim. A mendon që atë kap kolege? Me pyeti ai. Deri tani, tha, ja kam njohur të gjitha kolegët, e ndërsa këtë vajzën është hera e parë që e pash. E kjo mund të jetë gjithçka e kushdo përveç se kolege, me tha ajo. Me vinte keq se si ajo fliste. Ishte shumë e mërzitur, e ndërsa unë ose duhet t'i jepja kurajo, ose të shfrytëzoja momentin e dobësisë së saj, sepse isha larg familjes, ishin bërë ca muaj që isha në Greqi dhe kisha nevojë edhe unë për dike që të me fliste me fjalë të ëmbla e të më ofronte ngrohtësi. Kur ajo me tha të gjithë këto fjalë dhe gati se nuk po qante, atëherë u ofrua dhe mbështeti kokën të krahu im, e ndërsa unë ja hodha dorën tek supi, por ishim pranë shtëpisë edhe aty kishte edhe mjeshtrat e tjerë. Thjesht e ledhatova supin, sikur doja ta përkrahja e t'i jepja pak kurajo që ajo të mos ndiheje vetme. Eja, tha, se nuk është puna gjithçka, je lodhur edhe ti. Jo, i thash, tamam tani nuk kam si ta lë punën. Është momenti kyç, me duhet të bëj ca matje, e ndoshta pastaj me vonë edhe mund të vi. Po, kur nuk është pronari në shtëpi, unë jam pronarja, me tha ajo. Eja tani, le të bëhen matjet me vonë, le të bëhet muri, ndoshta edhe javën tjetër, e le të bëhet shtëpia, ndoshta edhe pas 50 vjetësh, e nuk më intereson as pak, me tha gruaja pronarit. Kur shkova pas saj, e u futëm brenda, e ndërsa unë shkova tek dhoma ime për të ndërruar rrobat, sepse nuk mund të ulesha tek kolltuqet ashtu me ato rrobat e pista. Ajo po me priste në salon, e unë, kur dola nga dhoma ime
dhe shkova drejt sallonit, e gjeta duke qarë. Kur ju ofrova afër, ajo ngrit, e filloi të më përqafonte, e ndërsa unë po mundohesha ta qetësoja me fjalë, duke i thënë mos bëj kështu. Do kaloj edhe kjo, e ndërsa fjalët më ndali puthja asaj. Ajo me flokët ashtu në përfaqe filloi të më puthte në buzë dhe me kishte mbështjellur me duar e nuk më lëshonte, jo që doja të ikja, por ajo ishte shumë e përmalluar, ishte shumë e vetmuar dhe donte të hiqte mërzinë. Me puthte në buzë dhe lidhatonte shpinën time. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.